për gjithçka. Vim nga zemra e Labris, vim nga vendi I Alipashës, së Tepelenës, dhe është një kënaqësi e veçantë që ftesa jonë na heri nga një bir I Tepelenës, regjizori Josif Tangu. Ju përshëndes të gjithëve, përshëndes televizionin e Apollon, këtë televizion të nderuar që na I bëri këtë ftesë dhe kalojmë disa çaste së bashku me polifonin Lave, me zemrën e Labris dhe me disa dorëtrokitje, me këngë të vlefshme për kombin shqiptar, për gjithçka dhe për ju si fëmijë. Të e gjeut si të ndërbu urat e shtetit për flamur të Skënder Beut grisën vullat të doble diplomato e në krajsa a boletini njëzet e ka tërkarato shkërqel por si rube Mali e I San Zirko o buren tjetor fjalla plumës ma I në qemari e linë më kuro e në Evropon e bashkuar një kombë një shtet një flamur
Djetë shqipe, Tani besoj se jeni gati të përballeni me pyetjet e panelit. Po, gjatë. Ju falenderoj. Spoštovani, ikni na vašu. A ty, orsi, asora ty. Ashtu. Kush është zoti Myrdariera? Falenderit. Unë jam udhëheqësi artistik i këtij grupi polifonik nga Tepelena, nga zemra e Labris. Kam sjell këtë grup polifonik këtu për të kënduar për komin shqiptar, sepse kënga polifonike është një trashëgimi gojore e popullit tonë e trashëguar në breza, të cilën duhet ta vazhdojmë jo vetëm ne, por dhe ju si fëmijë të vegjël, sepse ju do t'ju lindje drejta nesër dhe ta vazhdoni këtë polifoni, jo vetëm polifonin, por gjithçka të trashëgimisë gojore të kombit tonë shqiptar. A jeni të kënaqur nga folku i qytetit tuaj? Po, ne jemi shumë të kënaqur nga folku i qytetit tonë. Tepelena është një vend që e dëshiron shumë polifonin labe si trashëgimi gojore. Ajo është një shije artistike për jo vetëm për laborin, por për mbarë kombin shqiptar. Në veçanti sot ne kemi sjellë dhe një djalë të polifonisë të moshës suaj, që i cili mund na këndojë një këngë dhe pse është në moshën tuaj që ta trashëgojmë këtë këngë polifonike në breza dhe ta shijojmë dhe këngën e atij fëmije. Je hurmali përvojluar, shumë vite kanë shkuar, alle të skanë të mbaruan nga labresa ka nga supesju që të rëkuza dhe nga mali u qabuza i kurini jam sbetica nga toka canga në natë labe kur këndojna, i këndonë në natë biri qumbëre o trite së. Pres me muaj, presu me vite, pres me dite, presu me ne të malkuar qofë hoku
Si lindi polifonia Labe dhe nga e ka prej ardhjen? Polifonia Labe, kjo trashëgimi kulturore gojore, është e lashtë sa rënja e kësaj toke. Këtë e kanë vërtetuar më shumë studiues të huaj se satanit. Dhe më mirë për polifoninë Labe flasin studiuesit e mirëfillt të kësaj historie, të kësaj këngë. Ajo ka ardhur si trashëgimi gojore e popullit tonë, ku kanë qarë hallet, dertet e tyre, këngët e mërgimit, këngët e kurbetit, siç këndoi ky fëmia i vogël këtu një këngë kurbeti të shekujve më parë. Ju keni krijuar një grup artistik të polifonisë Labe qytetare. Patët vështirësi në krijimin e grupit? Faleminderit. Grupi artistik te ky grup un kam rreth një dekadë që punoj me këtë grup si udhëheqës artistik, por grupin nuk e kam krijuar unë. E ka krijuar profesori i mirënjohur Malik Lila 15 vite më parë dhe si vjet ky grup feston 15 vjetorin e tij. Poeti Malik Lila hartonte tekste MNZ të kombit tonë të gjitha festivalet folklorike kombëtare të kombit shqiptar. Dhe më pas, mbas vdekjes së profesor Malik Lilës në dhjetor të vitit 2004, ky grup ka vazhduar punë me mua Aristash, duke mos haruar dhe ndihmën e pakursyer të etnomuzikologut Fatmir Meçe. Mendoj se në këtë jetë gjatësi ky grup 15 vjeçare ky grup ka realizuar dy priori, cilësi në krijimtari dhe në interpretim. Në krijimtari ka krijuar këtë cilësi sepse këtu ka qenë ndihma e pakursyer e poetëve MNZ të kombit ton, Malik Lila, Zao Balili, Fatmir Meçe e të tjerë. Me që nëse unë e kam emrin të Pelena, a mund të na këndoni një këngë si grup? Patjetër, do t'i këndojmë një këngë si grup për Tepelenën sepse është kënaqësi e madhe që ju keni emrin Tepelena. Dhe në emisionin tonë ne do të shkojmë. Po mbi vjosri si bedelo në ut kryshto historis ballo larmoj Tepelena e dije se trimori Helena, për të mbrojtur, argjirono, Itali, Tepelena, një varë se bari do të prono. Që tundën pe randorino, ta filini si dy fegno, se lami por mbi kalera. Osnjano djepe, a pazibi lepenico, e me te njojilo moj një mene. Moj sonje rondo, si ma
besa e dhona, e lartëson emrin tënë. Te Na tregoni për trashëgiminë e polifonisë Labe në Breza. Trashëgimia e polifonisë në Labe në Breza, siç e thash edhe pak më parë, që ajo është e lash sa rrënja e kësaj toke. Por unë do të flas posaçërisht për këngët polifonike Labe të Jugut. Jugu ka një prejardhje të polifonisë Labe qysh nga vitet e lasha në kohët i lire. Në Tepelen kemi disa grupe artistike të tjera, nuk kemi vetëm këtë grup. Grupi i Bënçës quhet, i cili ka kaluar, është futur në dekadën e 6 si grup artistik popullor polifonik. Do të thotë që ka dekada të tëra që vazhdon ky grup. Ky është grupi Ormovës, grupi Kalivaçit, një grup tjetër i qytetit quhet Bitjet e Pelenës. Janë disa grupe artistike që këndojnë polifoninë Labe. A janë aktiv të rinj të sotëm për këtë zhanër popullor? Ky zhanër popullor është vërtet si thotë ti vajzë e vogël, por ne e pam dhe vetë që ky djali i vogël këndoi një këngë polifonike Labe këtu dhe kjo vazhdon në Tepelenën tonë të dashur. Dhe tek fëmijët e vegjël polifonia Labe. Por unë dëshiroj të vazhdoj për mbar kombin shqiptar, edhe për ju dhe për rrethet e tjera, polifonia Labe, sepse është një zhanër muzikor, siç e tham, e lash që na duhet të tregon trashëgimin ton gojore të popullit ton, tregon identitetin ton kombëtar. A ju mbështetet bashkia dhe si? Po si s'na mbështet bashkia, na mbështet po bile fuqishëm, sepse ne këtu sot në sajt të bashkisë kemi ardhur. Sa e hedhi ftesa në bashkinë ton nga regjizori juaj, kryetari i bashkisë e mirëpriti menjëherë këtë ftesë, sepse ai e do shumë polifoninë Labe. Na mbështet, ai na ka çuar gjithandej, kudo në rrethe dhe jashtë vendit, dhe brenda dhe jashtë atë dheut. Kemi marrë pjesë në logun e Bjeshkëve në Malsinë e Madhe, kemi marrë pjesë me polifoninë Labe në Puk, kemi marrë pjesë në festivalin e isofolifonisë në Vlorë, kemi marrë pjesë në festivalet kombëtare të Gjirokastës, të Beratit, gjithandej mbar kombit shqiptar, kemi marrë pjesë në Janin edhe jashtë atë dheut. Ju lutem, a mund të na këndoni një këngë? Të këndojmë këngë unë vetë? Po si, do t'ja plotësoj dëshirën. Ja i sa ka mundësi, sepse nuk jam të në tako me sa ka mundësi. Tepelene e prushtë me yje, e derdhurë në bronzë lavdi. Tepelene e prushtë me yje, e derdhurë në bronzë lavdi. E derdhurë në bronzë lavdije, mbi 500 dëshmorë lire. E derdhurë në bronzë lavdije, mbi 500 dëshmorë lire. Mbi 500 dëshmorë lire. Mbi 500 dëshmorë lirie, me 7 heronjë Shqipëri. Mbi 500 dëshmorë lirie, me 7 heronjë Shqipëri. Me 7 heronjë Shqipëri. Me 7 heronjë Shqipëri, e burrit të rëndë me me 7 heronjë Shqipëri, e burrit të rëndë me e burrit të rëndë me e burrit të rëndë me hije,
gjëmim selam salari. Je burit të rëndëmeti, gjëmim selam salari, gjëmim selam samoj salari, gjëmim selam salari, të meri një perandori. Gjëmim selam salari, meri një perandori, të meri një perandori. Faleminderit. A I keni kushtuar ndonjë këngë figurës të Ali Pashës? Pa tjetër që I kemi kushtuar. Profesorë ju një minjohur, si shtash Malik Lila, ka bërë tekste për mbarë komi shqiptar, jo vetëm për Ali Pashën, por për gjithë komi shqiptar. Dhe tekste shumë të fuqishme që ato të emocionojnë jashtë mase. A I shprehej, kur një sy e mbylli e mbrapa malit shije, kur një vetë ngrije gjithret I përpije Ali Pash, te koka e kombit veziri Ali, dhe me kokë të prerë kokë për Shqipëri. Dy kryeqytete si shiltet të rinj, njëra në Stamboll, tjetra në Janin. Ngreu Ali Pash krenari shqiptare, gjallë me dy zemra, vdekur me dy varre. Dhe gjithi labë në ta këndon një këmë për Ali Pashën. Erdhe prapë notte Peleno, Keni tani projekt për këtë figurë të madhe të kombit? Kemi projekt. Në dorë kemi filluar lobingun e Tepelenës, ku do të marrin pjesë në këtë lobing gjithë intelektualët, akademikët, poetët e shquar të Tepelenës, dhe këtë projekt e kemi krijuar me temën java, do të quhet java e Ali Pashës, për këtë krenari të kombit shqiptar, I cili ndërtoi shtet brenda shtetit shqiptar. Te ky aktivitet do të ketë ekspozitë fotografike të Ali Pashës 200 vjeçare, do të ketë dokumentar televiziv nga skenaristi Petrit Truka me temën Vërtitu koka e prerë, do të ketë simpozium shkencor, simpozium historik e të tjera. Mesazhi juaj për Polifonin Labe?
Mesazhi im për polifoninë Labe është merak më i madh jo imi, po i gjithë kombit shqiptar që ju si fëmijë të vegjël ta vazhdoni në breza, sepse stafeta do t'ju ngelet juve, vitet ikin, kalojnë si mbas grupit vendës së ky grupi i ri, mbas këtyre, sepse ata dikur e kanë pasur emrin grupi i të rinjve, tani e kanë grupi i qytetit, sepse janë më të rinj. Atëherë do të kalojë te ju që do të quheni grupi i të rinjve të polifonisë Labe dhe duhet ta trashëgoni në breza këtë trashëgimi gojore të popullit ton, që të ruani identitetin e kombit ton shqiptar. Të ruani trashëgimin gojore të kombit ton shqiptar që të rrallë në botë kanë këtë element. Tani, zoti Myrdar, do të keni përballë personazhin ton misterioz. Kujdes, është i vështirë. E pandrejshmja. Përshëndetje, si jeni zoti Myrdar? Si jeni? Përshëndetje juve? Më bëhet qefi që pranua dëshirat e qindra telefonuesve për pjesëmarrjen në grupit tuaj në spektaklin ton. Ju falenderoj juve. Jam në pritje, ka të rinj apo të reja që nuk ndreqin si unë? Pyetje e vështirë është për të qenë, por fëmijët që nga natyra janë vetë fëmijë të ndreqshëm, nuk janë kur të pandreqshëm fëmijët. Dhe surpriza e veçantë imja ishte që në këtë panel televiziv unë e kalova këtë orë me fëmijë të vegjël dhe kjo është një kënaqësi e veçantë. Azim. Kush e ka bërë përmbledhjen e parë e polifonisë Labe në vendin ton? Përmbledhjen e parë të polifonisë Labe e ka bërë profesor Ramadan Sokoli në vitin 1957. Dëshironi t'ju a them unë? Po, dëshiroj. Përmbledhjen e parë e polifonisë Labe ka bërë profesor Eqerem Çabej në vitin 1930. Profesor Sokoli çfarë viti ka bërë? Përmbledhjen 1959. Është mbas po e drejt. Vazhdoj me pyetjen e dytë. Në çtat është bërë pjesë e UNESCO-s ISO Polifonia Popullore Shqiptare? Është bërë në vitin 2005, 11 vite më parë. Faleminderit për përgjigjen. Faleminderit. Ju falenderoj për vlerat tuaja si udhëheqës artistik i polifonisë Labe. Falenderoj që dhe ju nesër do të bëni dhe ju udhëheqës artistik jo të polifonisë, por të gjithë folkut shqiptar. Faleminderit. Mirupafshim të gjithëve. Myrdar që u bët pjesë e spektaklit tonë rinar. Ju falenderoj dhe ju, ishte një kënaqësi e veçantë që ne ishim sot pjesë e emisioneve të televizionit Apollon. Falenderit për gjithçka. Jeni të mirë pritur edhe herë të tjera bashkë me grupin tuaj polifonik. Ju faleminderit edhe një herë. Ju falenderoj dhe juve, dhe unë ju si fëmijë të vjoftojmë të pelen me shpenzimet e mia. Falenderit. U kënaqa shumë edhe ju sot. Falenderit. Ky ishte edhe spektakli ynë për sot. Mirë, Takoshim të premte në ardhshme.